Vlera e tretë që kisha dashur me diskutu me ju, që mendoj se është jashtëzakonisht e rëndësishme, është një komunikim i shkëlqyeshëm ndërfamiljar, për të cilin kemi shumë nevojë sot. Veçanërisht me gjitha këto rrjete sociale, me gjithë teknologji informative. Ndonjëherë ndoshta komunikojmë me telefonat tonë më shumë se sa me njëri tjetrin. Komunikim që domethënë do të na duhej patjetër në këtë kohë, veçanërisht me fëmijët tanë, për çfarë do teme qoftë. Mos të harrojmë një gjë. Edukimi, veçanërisht ai fetar, nuk bëhet me urdhra, nuk bëhet vetëm me urdhra, nuk bëhet me diktat, nuk bëhet me një farloj epërsie, nuk bëhet me një farloj ideje që unë e ushtroj autoritetin mbi ty. Edukimi më i mirë është modeli, të ofrojmë modelin, të ofrojmë dashurinë, komunikimin, respektin, dialogun, bisedimin, dhe gjitha këto të kulmojnë pastaj me bindje të lirë, me një bindje të thellë, e cila ka ardhur se rezultat i lirisë. Shihni tani. Hazreti Ibrahimi sheh ëndër që ëndra në principin e profetëve është shpallje, duhet me bot birin e tij kurban. Ai tash e thirr birin e tij edhe i thot, unë kam po ëndër kështu, çka po mendon ti? Shtret pyetja, pse do të më pyet çka po mendon ti, kur ky është urdhri i Zotit? Sepse ai, si më thon, don me testu bindjen e Ismailit dhe don me provu që ky proces të bëhet edhe me bindjen e tij, në mënyrë që ai ta merr shpërblimin. Nëse bëhet me presion, nëse bëhet me dhunë, i bie që do të hup kuptimi i shpërblimit. Domethënë ai dëshiron që edhe i biri i tij me bë me bindje, me bë me vullnet lirë, sepse kësaj, domethënë do të realizohet shpërblimi. Feja, çdo gjë që lidhet me fenë, çdo gjë që ne e bëjmë në raport me Zotin e Madhërisëm, vjen vetëm si rezultat i bindjes së lirë. Përndryshe e hup kuptimin totalisht. Domethënë dëshiron me kthy çështjen tek vullneti i tij, në mënyrë që ai ta bëjë me vullnet të lirë dhe me bindje se duhet bërë një gjë e tillë.